U përurua projekti për instalimin e gazit në qytetin e Ferizajt. Feniksi dhe Eliabi gëzuan 3 familje me shtëpi të reja. Mbrëm në Ferizaj u dha shfaqje e Teatrit Metropol të Tiranës. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeten. X, fuqia e freskisë. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në Magjistralen për Prishtinë. Me zbulimin e kësaj pllake të vendosur në parkun e qytetit në Ferizaj, autoritetet lokale zyrtarizuan realizimin e projektit për instalimin e rrjetit të gazit në këtë komunë. Për ta përuruar këtë projekt kapital, kishin ardhur edhe zyrtarët e firmës Kosova Gaz, të cilët do ta zbatojnë projektin italian në bashkëpunim me komunën e Ferizajt. Kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu, tha se përkundër shumë të mirave që do të sjellë instalimi i gazit, në zbatimin e këtij projekti do të punësohen rreth 400 punëtorë të rinj. Kjo ngjarje po shënon edhe sjelljen e kapitalit të huaj, siç është në këtë rast kapitali i kompanisë italiane në komunën tonë. Pra sot ne po hapim një kapitull të ri në fushën e zhvillimit ekonomik të komunës tonë, sepse me këtë projekt kapital në komunën tonë do të investohen hiç më pak se 18 milion euro dhe do të kemi mbi 400 shtetarë të punësuar në të gjitha fazat e realizimit të saj. Përfaqësuesit e kompanisë Kosova Gaz, të cilët do të punojnë në zbatimin e këtij projekti, vlerësuan se me këtë investim ambicioz, qytetarët e Ferizajt do ta kenë më të lehtë dhe më të lirë jetën e tyre. Impiantet që jemi duke i propozuar janë impiante më të përdorura në Itali dhe Evropë dhe ju propozoj instalimin e një kaldaje të vetme për secilin shtëpi, e cila do t'ju prodhoj ujë të ngrohtë menjëherë dhe ngrohje nëpër shtëpitë e juaja. Drejtues të qeverisë lokale njoftuan se shpërndarja e rrjetit të gazit në pjesën urbane të qytetit, që nënkupton qytetin pa i përfshirë fshatrat, do të bëhet në 7 vitet e ardhshme. Zyrtarët e komunës njoftuan po ashtu se puna në terren do të fillojë të hënën në fshatin Prelez, ku dhe është e vendosur baza e Kosova Gazit. Shoqata humanitare Fenix, në bashkëpunim me kompaninë Eliab, përuroi sot 3 shtëpi për familjet skamnore. Të parën shtëpi e përuruan në Han të Elezit, për familjen e Qani Bushit, i cili bashkë me 9 jetimet e tij, deri më sot kishte jetuar në kushte të rënda banimi. Vajza e madhe, njëherit e vetmja që përkujdeset për 8 jetimet e tjerë, tha se familja e saj ndjehet shumë mirë, ndërsa kompaninë Eliab dhe shoqatën Fenix i falenderoi që e bën me shtëpi. Shqyqir Zotit, kena mujtë ma arrit pak qëllimin, ajo konë shkoku i fëmijëve edhe që jetima, këtë i kena pas atje poshtë të shtëpia e vjetër, s'kena mujtë që shme jetu mas pari. Ta shti i falenderoj shumë këtë shoqatën humanitare Fenix edhe këto të qitoreve që është Eliabe. Falenderit shumë për juve. Ndërsa shtëpinë e dytë e përuruan në fshatin Greme për familjen Baftiari, e cila gjithashtu 4 vitet e fundit kishte jetuar në një dhomë të vetme të një objekti që rrezikonte çdo ditë t'i shembej mbi kokë. 4 vjetë i gjysh, asë gjonja s'kishin që kanë e gjonja. Sa dhe jam e gjushme, s'dis gëzemat madhën se qysh, zëti i shpërbleft me të mira, aj që ka dhanë pare, basria i Eliabit, e jo që i një mundu me ka krejt kini dhanë,
s'po di që shama mirë, zëti është përbleft. Familja e tretë, e cila u bë me shtëpi në prag të festës, është nëna vetë ushqyese Fazile Mziu, e cila falenderoi nga zemra Eliabin dhe Feniksin, që i mundësuan që edhe fëmijët e saj jetim të kenë kulm mbi kokë. I kam 4 fëmijë, sot shoqata Feniks edhe Eliabi, zotni Basria, ma kanë dritë shtëpinë, i falenderoj shumë për zemërsisht, më në fund fëmija banën me shtëpi. Derisa u përëruan të 3 shtëpit, asnjë përfaqësues i kompanisë Eliab nuk ishte prezent. Kjo sepse sipas tyre nuk duan marketing, por thjesht duan që t'i ndihmojnë familjet e pastreje. Mirë po kryetari i shoqatës Feniks, Milajm Jashari, tha se pa ndihmën e pronarëve të kompanisë, si dhe donatorëve të tjerë, nuk do të mundnin që të vetëm t'i gëzonin këto familje. Sot kemi pak emocione, për arsye se i gëzojmë 3 familje, duke falendëruar Eliabin Basinë me vllazën, i cili ka kontribuar me 28 mijëra në 3 familje. Këtu sot jemi në Kofe me Maqedoninë, Hantelezit, Qani Bushi, i cili është 10 antarësh. Këtë familje e ka përcaktuar Basria Eliabi dhe 2 familje tjera. Edhe një familje është në Greme, një në Frezaj. Këto 3 familje sot gëzohen në prag të Bajramit, kur me të vërtetë shembull edhe Eliabi ka dëshirë të gëzoj këto në festat shembull që e meritojnë të janë edhe këto familje të gëzueshme sikur familjet e tjera. Shoqata humanitare Feniks, në bashkëpunim me dhurues të ndryshëm, ka përuruar si vjet 6 shtëpi, 3 të tjera do t'i përuroj të hënën, ndërkaq 3 shtëpi janë në ndërtim e sipër. Çdo keqpërdorimi i votës nga personat e pandërgjegjshëm në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit do të ndiqet me urgjencën nga organet e rendit. Për këtë, Këshilli Prokurorial në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Panelin për Ankesa e Parashtresa ka nisur përgatitjet duke nënshkruar një memorandum. Për ta mbrojtur votën e çdo qytetari në terren, ditën e zgjedhjeve do të jenë kujdestar edhe 50 prokurorë, të cilët do të vëzhgojnë gjithë procesin dhe do të jenë të gatshëm për të ndërmarrë masa të menjëhershme në raste shkeljesh ligjore. Janë akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 7029 vëzhgues, të cilët do të monitorojnë zgjedhjet e 3 nëntorit. Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e kanë quajtur shumë të rëndësishme praninë e vëzhguesve, duke kërkuar nga ta ruajtjen e votës. Komisioni Qendror shqyrtoi dhe emëroi këshillat e vendvotimeve për zgjedhjet lokale në 38 komuna. Komisioni Qendror ka marrë vendim edhe për saktimin e komisionit për mbikëqyrjen e shtypjes së flet votimeve për zgjedhjet. Në listën e votuesve për zgjedhjet lokale, numri i votuesve është rreth 1.700.000, prej të cilëve rreth 180.000 janë votues të rinj, të cilët do të votojnë për herë të parë. Që nga fillimi i fushatës më 3 tetor, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar një sër dënimesh për subjektet politike, ndaj të cilave ka pasur ankesa nga subjektet të tjera. Paneli thot se ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, në këto zgjedhje ka ankesa pothuajse nga të gjitha subjektet politike. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 4 gjoba nga paneli zgjedhor për ankesa e parashtresa, po ka gjoba ka marrë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto gjoba arrin shifrën prej mijëra eurosh, ndërsa nga një gjobë e kanë marrë edhe AAK-ja dhe Nisma Qytetare e Ferizajt. Ambasadori gjerman në Serbi, Heinz Wilhelm, konfirmoi sot se ekziston një dokument jo formal britaniko-gjerman, i cili parasheh që Prishtina dhe Beogradi duhet të zgjidhin marrëdhëniet e tyre, por kjo duhet të ndodhë vetëm pas përfundimit të bisedimeve mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Normalizimi i marrëdhënieve në mes të Beogradit dhe Prishtinës duhet të vazhdojë përmes bisedimeve, ndërkaq në fund të këtij procesi duhet të bëhet një marrëveshje detyruese rreth asaj se si do të zgjidhin marrëdhëniet e tyre Beogradi dhe Prishtina, ka thënë ambasadori gjerman për mediat serbe, transmeton Zëri Info. Publiku dhe kritika e pritën mjaft mirë dramën Trimendje në Ankand me autor Ferdinand Hysin, vënë në skenë nga aktorët e Teatrit Metropol të Tiranës. Autori i kësaj drame theksoi se edhe pse ky tekst është shkruar 20 vite më parë, ende është aktual edhe në ditët e sotme. Sipas tij, shqiptarët ende janë në rrëmuj dhe pa një rrugëzgjidhje për të marrë një drejtim të merituar dhe një zgjidhje reale të zhvillimit ekonomik e shoqëror. Shfaqja u prit mjaft mirë nga publiku në sallë dhe këtë fakt e theksoi dhe autori i dramës. Sinqerisht do ta them jam shumë emocionuar sepse faktikisht kjo shfaqje
është dhënë disa herë, është një shfaqje që është dhënë 94-ën, është dhënë në Tiranë shumë herë, po këtë ngrohtësi që ndjeva sot, po jo them me sinqeritet. Më thënë një publik shumë dashamirës, një publik që do artin dhe natyrisht që me një publik të tillë edhe predispozioni jonë që ne shkruajmë për teatrin, ndjem që teatri nuk ka vdekur, jeton akoma. Aq më shumë kur jemi dhe të një kombi, të një kombësie që tregon që arti nuk ka kufi. Unë kam thënë me kohë dhe përpara që ne, nëse politikanët janë shumë larg, ne jemi shumë afër. Teatri paktën është bashkuar plotësisht. Kritika dha vlerësimin maksimal si për tekstin, regjin të cilën e ka bërë Elmat Doresi, ashtu edhe për lojën e aktorëve të Teatrit Metropol të Tiranës. Shfaqja sot me trimendje në kënd, ka një shfaqje plot mend, plot imagjinat dhe unë u kënaqa gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë kohës më bani me mendu, herë me qesh e herë me qaj. Ishte një shfaqje që më bani më undi mirë edhe për faktin se ndoshta nuk I kam pa gjitha shfaqje që janë kriju në Shqipëri këto 10 vite, po është hera e parë që shoh një shfaqje tamam me regji. Sonte ishte në radhë shfaqja Jetë me qira e autorit Rafet Abazi me regji të Luka Cortina, vënë në skenë nga Teatri Shqiptar I Shkupit.